Kompania Shell ka blerë të gjitha asetet e kompanisë kanadeze Petromanas, ku së bashku operonin për bllokun 2 dhe 3 ku janë realizuar edhe shpimi i 3 puseve, Shpirag 1, Shpirag 2 dhe Molisht 1. Shitja e aseteve është bërë në vlerën $45 milion dhe kompania sqaron se gjithçka merr vlerë ligjore, duke filluar nga data 15 mars. Vendimi për të ngushtuar hartën e operimit, duke nxjerrë Shqipërinë nga kjo listë, duket se lidhen me vendimin e aksionerëve të kompanisë. Deri më tani Petromanas dhe Shell ndaheshin mes tyre respektivisht në 25% dhe 75% në këto marrëveshje hidrokarbure. Sipas transaksionit të arritur dhe njoftuar tani më nga Petromanas, Shell do të marrë kontrollin e plotë të aseteve në këto marrëveshje hidrokarbure. Ky konsiderohet një zhvillim pozitiv për industrinë e naftës në Shqipëri, pasi pavarësisht çmimeve të ulta në tregjet botërore, vazhdon të mbetet i lartë interesimi i kompanive prestigjioze për naftën shqiptare. Petromanas ka aktivitet të saj në vendin tonë që nga viti 2009 dhe nëse i referohemi ekstraktit të QKR-s, kapitali i saj vlerësohet vetëm 20.000 lekë. Gjithashtu po të dyja kompanitë një joint venture kishin shprehur interes për të marrë bllokun 4 të nxjerrë për shprehje interesi nga ana e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë gjatë vitit 2015.